para pallatit të krimit, para pallatit të krimit shtetëror ndaj shtetit shqiptar, zëvendësimit tij me narkoshtetin, para pallatit të krimit njerëzor ndaj shqiptarëve, që me qëndrimet e tij përzuri nga Shqipëria në vitet e qeverisjes së tij më shumë se çdo pushtës i egër në tërë historinë kombëtare. Pallatit që në një krim monstruoz ndaj shqiptarëve i zvogloi ata dhe i rikthei 100 vite mrapa.